Së kolldinë e parë në lidhje me pyetjen që lidh Edi Ramën e Shqipërisë me Kemal Atatürk në Turqi, e ndjejnë ata që e marrin për anapolla. Sikur këta po e bëjnë Edi Ramën mbret të pashpallur dhe Shqipërinë si Turqinë, siç u ngatruan para disa vjetësh me Orhan Pamuk, nobelist në Stamboll, një avokat pak kultivuar e paditi shkrimtarin se kishte fyer Atatürkun. Bëj fjalë për një fiction me titullin Netët e Murtajes, por ai se kishte fare fjalën për Atatürkun. Edhe këtu nxitimi se mos na e bëjnë Ramën mbreti për plas shumë njerëz me vetveten. Siç ka ndodhur aq shpesh në Stambollin e Atatürkut, Turqia kishte nevojë etike që të ndahej nga e shkuara e mbytur në baltën e kohës dhe të modernizohej. Duhej elementi më fillestar. Gruaja e Atatürk, që nuk e quante vetëm grua, ishte e para turke që hoqi shamin e kokës. Çdo gjë që shohim në botë është puna krijuese e grave, thoshte Atatürk. Nga modernizimi i njeriut vetëm deri te reformat kushtetuese. Ne vim nga një periudhë të tmerrshme prapambetje dhe gjakmarrje. Ligjet e kanuneve u risollën nga qeveria postkomuniste, si zgjidhje sultanate me qëllimin vrisni veten por më lini të zhytëm. Këta vinin nga dy epoka të ndërthurura, feudalizëm dhe komunizëm, dhe zgjodhën më të keqen e të dyjave, siç ishin reformat Atatürk që ndoqën periudhën e Tanzimatit. Mbrëm në një program televiziv në Tiranë, por edhe në bisedat e llojit të tyre nga këta po luftojnë kundër Edi Ramës pse pas ka moton se Shqipëria bëhet antare e BE-s vetëm me Edin dhe PS-n. Nuk e di pse i dalin përpara si shkëmbinj të vërtetës. Ky nuk është lavdrim, domethënë që vetëm me Edin, kjo është shumë e thjeshtë. Ata që e kishin vendin në duar edhe gdisën diku në lindjen e mesme dhe kthyen në një tort 500 metra katror mu në shesh që rrëmbenin zllut me kova. Inshallah ka humbur ajo video se nuk kemi ku dalim para botës. Me Edi Ramën Shqipëria ka mbërritur deri në portat e mëdha të kështjellës europiane. Sikur të kthehet ky, atëherë aty bëhet balt Arnaut dhe shansi humb për jetë. Siç nuk do të dukej shansi i Turqisë si Republikë e Re pa një shtet kombëtar laik dhe modern me plot ndryshime politike, ligjore, fetare, kulturore, sociale dhe ekonomike të hartuara dhe të zbatuara nga prisi i revolucionit. Në Tiranë duket se dy trokitje moderne po u gjymojnë ende në vesh atyre që nuk e duan Republikën si Republikë moderne. Shteti Bektashi dhe reforma në drejtësi, ndërsa me turizmin si gjën që njihej vetëm në zakonet parapolitike si bujrum në konak, thuajse po pajtohen 11 milion turistë në vit dhe një ekonomi e trefishuar në qeverisjen e Edi Ramës. Ne duhet në të gjitha rrethanat, thoshte Atatürk, t'i japim rëndësinë më të lartë ekonomisë kombëtare. Shteti Atatürk e filloi modernizimin me reformën e drejtësisë, modernizimin e kushtetutës. Kur e pyetën se a vetëm ti e bën Turqinë moderne, Atatürku përgjigj: janë dy Mustafa Qemal. Njëri Mustafa Qemali prej Mishi dhe Gjaku, i cili tani qëndron para jush dhe i cili do të ndërrojë jetë. Tjetri jeni ju, të gjithë ju këtu që do të shkoni në skajet më të largëta të tokës sonë për të përhapur idealet që duhet mbrohen me jetën tuaj nëse është e nevojshme. Unë mbështes ëndrat e kombit dhe puna e jetës time është i bëj ato realitet. Kur Edi Rama tha përsëri dje në mesnatë në një televizion se vetëm me Edin dhe PS-n Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, ata rreth tij u ngritën pupthi si avokati me ndjepakt në Stamboll kundër nobelistit se na fyeve flamurin. Edhe Edi Rama ju tha qartë, më ngadal, po them unë dhe Partia Socialiste, domethënë të gjithë ju, ajo shumicë qytetare që është lëshuar shesheve dhe parqeve drejt pikës së fundit të rrugës për në BE, domethënë për në qytetrimin e vetë modern, pak a shumë si në epokën kur modernizohej Turqia dhe lëvizte kryeqytetin nga Stambolli në Ankara.